Anija më e re e marinës së Greqisë, fregata Kimon, e cila u prodhua nga francezët e Naval Group, mbariti ditën e djeshme në Athinë dhe u vendos zyrtarisht në mburojën greke në Egje dhe Mesdheun Lindor. Fregata Kimon hyri në gjirin Saronik, e shoqëruar nga dy anije emblematike, simbole të detarisë greke, anija historike luftarake Averov dhe trirema Olimpiada, një replik besnike e një anije të lashtë luftarake. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, ministri mbrojtjes Nikos Dendias dhe presidenti Konstantinos Tatsoulas e pritën anijen e re në mes të detit, teksa zbarkuan me helikopter ushtarak në stacionin detar të Salaminës. Mitsotakis e përshkroi marrjen në dorëzim nga marina greke të fregatës së saj të re, si një ndryshim faqeje pas 28 vitesh për flotën detare të Athinës. Sipas krerëve të shtetit grek, ky hap shënon hyrjen e vendit në një epokë të re të fuqisë detare dhe vetdijes operacionale. Kemi folur shumë për aftësitë operacionale të kësaj anije ultramoderne, por ajo është një tjetër hallk në përpjekjet e vazhdueshme për modernizimin e forcave të armatosura, si në aspektin e mjeteve ashtu edhe të fuqisë punëtore. Kështu aftësia parandaluese e vendit tonë nuk do të vihet në dyshim nga askush dhe Greqia do ta projektojë fuqinë e saj si një pol stabiliteti dhe aftësie paguese në Mesdheun Lindor, me efektivitet gjithnjë më të madh. Detyra e çdo qeverie dhe personalisht e imja si kryeministër është që të ofrojmë një dhe më të sigurt nga çe mora unë, udhëtim të mbar për Kimon dhe i uroj mirëseardhje pjesës tjetër të Belharës ultramoderne, deklaroi shefi i qeverisë helene. Ndërkohë, nuk e fsheu krenarin ministri Dendias, duke cilësuar fregatën Kimon si më të fuqishme në botë. Një ditë e madhe për marinën dhe forcat e armatosura sot, një ditë e madhe për atë dheun ton. Fregata Kimon po lundron në ujërat e Greqisë, në ujërat e Egjeut. Dua të them pa asnjë element egzagjerimi se kjo fregatë është më e fuqishme në planet. Është një armë që do të forcojë forcat e armatosura në misionin e tyre themelor, që është të pengojnë çdo agresion, të sigurojnë çdo të mirë, të sigurisë së shoqërisë greke, të qytetarëve grek, të atë dheut ton, të sigurojë sovranitetin dhe të drejtat tona sovrane. Ky është misioni i saj. Sot po dëshmojnë kalimin në një epokë tjetër. Forcat e armatosura me agjendën e vitit 2030 po transformohen nga një sër sistemesh armësh në një makinë për njohuri, përpunim informacioni dhe menaxhim gjithëpërfshirës të riskut. Ne po krijojmë aftësinë për të përpunuar të dhëna moderne dhe për t'ju përgjigjur çdo sfide. Përmes platformave si Kimon, çdo grek mund të ndihet më i sigurt, deklaroi Dendias.